se atje ka gjetë magazinat për depozituar arkiven e Edi Rama. Në kohë kur rrethet kanë pasurinë e tyre, kanë traditë e tyre, por mbi të gjitha qytetarët do të kenë shërbimin talje as i Albania, që tani duhet quhet tani e tutje Ergys Agasi Albania, shtoni i Albania. I Albania është posta e Hazirit. Cila ishte posta e Hazirit? E kam treguar edhe herë të tjera. Haziri ishte një patriot dhe ishte postier. Mirë të postën nga Kuksi e silte në Tropoj. Por shifte letrën, po kjo letër thot, me siguri yllit ja kërkojnë djalin ushtar, e ju të ndri. Kjo letër tjetër për filanin, me siguri kërkojnë gjanar të arrestojnë, e ju të ndri. Haziri e bëndër nga vullneti për të asistuar qytetarëve, po i Albania e bërë nuk funksionon. Prandaj të mendosh se do të përfitoj nga i Albania qytetarin në Pogon, apo qytetarin në Valbon, apo qytetarin në Theth, apo në zona tjera ku internetis funksionon mes Tiranës dhe u funksionoj ka atyre, do të thotë të talësh me qytetarët. Do të thotë të talësh me qytetarët. Dhe tani s'fundi, pse bën këto vetëm për të vjetë, tani s'fundi, Shqipëria bëhet vendi unik në botë me një zyrë të vetme kadastrale në kryeqytet për gjithë vendin. E merrni vesh ju sepse grabitja dhe plaçkitja e pasurive publike, e tokave, brigjeve, trojeve, është tani përparësi absolute e këtij regjimi. Është përparësi absolute. Ndaj dhe u ndala në këtë hyrje jo për të bërë politik, por u ndala në këtë hyrje për të theksuar se si u braktisën qytetarët nga kjo reformë. Do më fani, unë do jap cilat që një nga sukseset më të mëdha që arriti qeveria e Partisë Demokratike në zhvillim në Shqipërisë rurale, në të cilën janë investuar mbi 3 miliard euro me thesar, ishte prania e qeverive vendore, kudo. Parimi, ju projektet, qeveria fondet. Kjo është një çështje shumë themelore, do të kuptojmë një gjë. Nuk është paraja kryesorja, jo absolutisht. Më kryesore për një qeveri janë projektet dhe një qeveri si përballon do të kur, cila do qoftë ajo në botë. Nuk ka qeveri në botë sot që nuk funksionon me këtë parim që mund të përballoj projekt, po kjo është zhvillim, përndryshe nuk zhvillohesh. E kam theksuar edhe herë tjera, Agim Hoxha në Xhavzotaj ka investuar në një mandat, ka asfaltuar 49 kilometra rrugë, Edi Rama ka asfaltuar po atë mandat në Bashkinë e Tiranës 12 kilometra rrugë. Sepse Agim Xhafa zhvillonte komunë dhe nuk i villte parat, Edi Rama i villte ose i shtonte në rroga
për patronazhist dhe demonstrues. Pra, është kusht themelor vetëm një bashkëpunim i qeverisë qendrore me qeverinë vendore, me qëllim zhvillim në vendit, me qëllim themelor zhvillim në vendit, mund të realizojë këtë proces. Shkoni në komuna, s'ka më investime. Kanë përfunduar vetëm ato projekte të cilat ishin të nisura dhe investime në Shqipërinë rurale nuk ekzistoj. Nuk ekzistoj. Nuk ekziston. Nuk ekzistonte për Erion Velin Tirana rurale. Përveç të tek shpella e plumave, se ku është një vend turistik aty. Nuk ekzistojnë. Pra, ju dha një goditje fatale procesit të zhvillimit të vendit. Përveç kësaj, ky të cilin me të drejtë Michael Martin se ka quajtur kryeministri më i mirë i Serbisë pas Pashiqit, ky e trajtoi Veriun absolutisht më keq se çdo pushtues tjetër në historinë e tij. Po. Disproporcioni i investimeve nga Fushkruja, Gjervermosh, të marra së bashku investimet lokale janë barabarta me tendrat që ka fituar motra e Tërmet Peçit në Tepelen. Imagjinoni ju, po, se me çfarë urrëtie trajtoi ky popullatën që nuk votonte si duhet për të, por nuk e fshehu ama. Fushata elektorale e tij ishte hapur, pos votuat, mua nuk do keni financime. Ky këtë nuk e fshehu. Çka është motiv për kryengritjet fuqishme të gjitha zonave të injoruara dhe të bojkotuara gjatë këtyre 13 viteve nga qeveria pas saj pseudo-reforme apo anti-reforme që ka kryer. Tani, ku qëndrojmë ne sot? Se këto ka ndodhur. Ne duhet të japim përgjigjen më të shkëlqyer dy çështjeve themelore. Së pari, interesave dhe shërbimeve të qytetarëve shqiptar. Së dyti, përshtatjen me të gjitha kriteret e Bashkimit Evropian, masi siç dihet, Europa e Bashkuar është dhe Europa e rajoneve. Dhe Europa e rajoneve është pikërisht projekti me të cilin Bashkimi Evropian synon që të mos ketë të ketë zhvillim të harmonishëm në të gjitha rajonet e hapësirës europiane. Me parimin e parë, thash, u shumëzua me 0 relievi i vendit. Vetëm një armik apo një ignorant i degraduar mund vepronte në këtë mënyrë. Shqipëria ka, për shkak të këtij relievi, 18.000 kilometra rrugë, 18.300.